Mirëmëngjesi të gjithëve, jemi sërish së bashku me rubrikën e showbizit për të cilë të kjo të reja të fundit të saj. Ore pak si ftohtë sot, E pse vetëm sot si bëra ka 3 ditë që është ftohtë. Po ne të zjarrit jemi zjarr që të ngrojmë. Po. Ka shkalluar këto plakat, kanë kaluar në një stad tjetër tani. E di kryeministri që stadi kanë kaluar. Vazhdoj. Prapë te kryeministrin edhe në showbiz. Po mirë, pjesa e showbizit është edhe ai, e kemi edhe të botës artit. Mirë, doja nisim sot me një lajm të bukur, me një lajm të gëzueshëm. Venera Lumani dhe Lindi Islami janë bërë prindër për herë të parë. Kanë sjellë në jetë fëmijën e tyre. Një shtatzani e shumë pritur, mbaj mend që në një emision disa vite më përpara janë shprehur se ëndra e tyre ishte të bëheshin me fëmijë. Dhe Zoti ja solli. Publikimin e shtatzanisë së Venerës e bën shumë të bukur, i dedikuan fëmijës tyre një këngë, ku mezi e prisnin dhe tani pritje si ka ardhur fundi. Ata janë bërë prindër të një djalit të cilin e kanë quajtur Drin Islami. Mua më pëlqen shumë ky emër, sepse kam edhe vllajën tim të vogël që quhet Drini, dhe që e përshëndes shumë. Patjetër. Edhe ne, se Drini është shumë veçantë, me thënë drejtën. Kanë dalë me familjen e madhe, ku në mes janë çifti edhe fëmija e tyre. Atëherë kjo, unë besoj një familje madhe është shumë bukur për të gjithë, mblidhen, i dhurojnë edhe fëmijës shumë dashuri, pse jo, dhe do presim inshallah bëhet edhe Drini një artist si prindrit e tij. Mirë, do të kalojmë pak tek informacioni tjetër. Atëherë që prej hyrjes Big Bastës në fermën VIP është aluduar për një ndarje të mundshme me Vesalumën. Kjo si pasoj sepse ai as nuk e përmendi kur u pyet se për kë do të marri malli brenda, ai nuk e tha emrin e Vesës dhe gjithashtu edhe nga ana Vesës nuk ka patur në një mbështetje publike ndaj Big Bastës. Mirë po, gjithë këto aludimet ishte Big Basta që i hodhi poshtë pasi kur u pyet nga një konkurrente, e cila tashmë është ish konkurrente, Silvana, që a do të biesh në dashuri këtu, ai tha unë nuk kam ardhur të bie në dashuri këtu, sepse unë jam shumë i dashuruar me Vesën. Kështu që ne na i hodhi poshtë të gjitha dyshimet që ne mund të kishim në lidhje me marrëdhënien e tyre. I urojmë çiftit një jetë sa më të lumtur dhe dashuri pafund. Kalim pak tek informacioni tjetër. Aldo. Atëherë, nëse e rikujtojmë pak, javën e kaluar ne folëm rreth deklaratës çuditëse të Aldos, i cili u shpreh se kishte rënë në dashuri me Danjën. Ne e tham këtu, në rubrikën tonë të showbizit, e shprehëm se kjo deklarata e dashurisë mund të lidhej me një lojë të mundshme të Aldos. Dhe këtë gjë ai e pranoi. Ne kishim të drejtë. Më pëlqen ta them këtë, ne kishim të drejtë. Atëherë Aldo, i ftuar në fan club, tregoi se atë pjesën e pëlqimit ndaj Danjës e bëri si strategji loje. Por nuk e tha se unë kam frikë të vazhdoj, do më mbajnë këtu, prandaj po hedh një strategji të re, por u shpreh se pas deklaratës së Danjës, që Danja e akuzoi Aldon se kishte ndjenja ndaj saj, Aldo tha, kishte folur edhe me banorët brenda, që do t'i bënte Danjës një lojë, ku do të shprehte se ishte i dashuruar me Danjën, për të marrë vesh, për të kuptuar nëse ajo do të cillej me Aldon njësoj si soll me Gjibanin, apo jo. Iku dhe Aldo, këtë hyri këtë doli Iku dhe Aldo. Mirë bëri që doli, se me thënë të drejtën ai takimi me vajzën ishte shumë prekse dhe shumë me pa shpirt në ana Aldos e Ledionit e të tjerëve që ta nxisnin Aldon të vazhdonte rrugtimin. Po dhe Aldo duhet ta kishte takuar pak mamin e Gocës, them unë kur Goca e kërkoi këtë gjë. Po ku e dim ne që nuk e ka takuar? Po të paktën aty në syt Gocës. Ku e dim ne që fëmia është i lumtur kështu kur prindrit i shikon bashkë. Nëse. E di zoti ku i pikon çatia. Po, absolutisht. Atëherë, unë mendoj edhe siç e tham që Aldo i kishte strategji loje pjesën e marrëdhënies së tij me Danjën, mirë po nuk i eci. Tani po thotë po e bëra që Danja të shikoja nëse Danja do sillej me mua si me Gjibanin apo jo. Po çfarë do thotë ai? Çfarë do thotë ai? Okej. Mirë, kalojmë pak edhe tek informacioni i fundit për sot. Atëherë,
Besoj se keni vënë re këtë rikthimin e Arbana Osmanit në ekranin e planit, për krah Halketa Vesiut, ku asaj u bë një pritje madhështore, duke u cituar për çfarë ajo kishte bërë gjithë karrierën e saj. Ndërkohë Arbana u shpreh se ishte në kulmin e karrierës dhe nuk ndjehej as pak mirë me veten. Po, muhabet e leshi, fal. Këtë tha edhe Dalina. Me pak fjalë këtë tha edhe Dalina. Para se të shkojmë te Dalina, ti e dëgjove atë fjalimin që është shkëputur tani dhe po bëhet sikur po godet zemrat e njerëzve që po e dëgjojnë? Cilin se kishte shumë aty. Njërin nga ato kur është shkëputur nga prezantimi i Big Brotherit. Jo. Ma cito pak të lutem, pak a shumë. Po tha, unë jam rritur nga një familje që më kanë thënë që të punosh fort, të sakrifikosh, të mos dorëzohesh. Dhe unë isha në kulmin tim, kisha të ardhurat me shumë zero mbrapa. Po, këtë po. E dëgjove? Po. Qa mendimi ke për këtë? Ndaj të njëjtin mendim si Dalina. Dhe unë vazhdoj të jem. Ndaj të njëjtin mendim si Dalina. Mua nuk po preku asgjë. As mua, sepse tani ti pate gjitha të karrierë me vite të tëra. Dhe e le. Dhe tani bën rolin e viktimës, se di si ta quaj, por realisht nuk do e doja ta shikoja Arbanën në këtë gjendje. Dalina tani, në ana tjetër, u shpreh duke i thënë tamam kështu me emra, jo me kunja lart e poshtë, po tha, shiko më vajzë dashur. Keni 3 vite që kur je larguar nga ekrani, do me thënë, që si ti, si Ledioni, si kushdo tjetër flasim për këtë pezullimin e Arbanës nga ekrani. Ndërkohë i tha, ti ke një alamet biznesi në cilën e ke në shumë pika, ku e ke gjithmonë restorantin plot, ke një biznes në emrin tënd që e përfaqëson ti, që nëse vendos ta shesësh, e 10 fishon edhe ato zerot mbrapa, kështu tha, sa për përgjigjen e pyetjes që më the Greta. Dhe prap vendos të merresh me të shkuarën. Vlerëso atë që ke, sepse ke një gjë tënden, po i thonë të Dalina. Ndërkohë, unë nuk mendoj se Arbana është shkëputur, sepse ajo pati edhe emisionin e saj Mirë mbrëma yje, i cili prap rezultoi shumë i suksesshëm. Mbase kishte ardhur vërtet koha që Arbana të shkëputej pak nga Big Brotheri. Por nuk e di, mbase duhet të jemi në këpucët e saj për ta gjykuar nëse ishte realisht veprim i duhur, ishte vërtet aq ngarkesë apo jo. Por ai dihet që është një program shumë kompleks dhe me ngarkesë të madhe. Jo më kot përzgjidhen specifikisht personat që bëhen pjesë e tij. Kështu që Dalina ja tha troç, move on. Mirë, këto ishin lajmet, informacionet e showbizit që ne kishim përgatitur për ju sot. Dhe ne bashkë do të ritakohemi sërish ditën e nesërme me të rejat e fundit të showbizit. Faleminderit shumë. Faleminderit që na ndoqët, po ju lëm në shoqëri të programit të mëngjesit.